Ju përshëndes herë për ardhen tuaj. Ne kemi 3-4 ditë që ne flem për jashtë. U kemi lëruar të gjithë me bashkie me gjithë, edhe ju falenderoj edhe komisiji që ka ardhur më natën tu. Edhe tha do të gjejmë një rrugëzgjidhje. Tash tu nuk qëndroj dot. I thash më gjej situatën. Po, nga dita që ka filluar procesi rrëshqitjes, shtëpitë dëmtuara. Dëmtuara komplet me shtëpi lepe, me të shtëpi unë s'kam ku të fle. Kështu që ju lutem shumë të gjejmë një rrugëzgjidhje. Se ne nuk kemi ku të vemi. Ata na thanë që të japim 6 shtëpi me qira aty, edhe të paguajmë. Ku ta gjej shtëpinë unë tash? Kërkuam për shtëpi, nuk gjej shtëpi. Unë tash s'kam ku të vete, ne po flem për jashtë me familjen. A keni pasur një komunikim me Bashkinë e Librazhdit? Po, kanë ardhur, më thanë që gjej shtëpi, do t'i paguajmë neve për një vit. Ha, ku të vete unë tash? Ku të gjej unë shtëpinë? Kështu jemi detyruar, ne po flem tash, po flem jashtë. Sa familje janë të rrezikuar nga? Ne jemi tash 3-4 familje lart, sa bëjmë ne. Po jemi gjithmonë i lart. Po më keq jemi ne 2 me Ibrahim Legën. Kështu që ju lutem shumë shtetit, qeverisë të marrë diçka, marrë masat. Se unë po flet për jashtë. Kaq. Para thasi që ka 3 ditë kjo situatë. Por para ca vitesh ka rani që ka rëshit pak. Po jo kështu kjo situatë, nuk ka qenë kjo situatë. Ne kemi shkrim, nuk ka që është një parë para 90, mas 90-ës në demokraci këto shtëpia. Po kanë që nga 78-a, e 87-a që janë bërë këto shtëpia këto. Edhe nuk ka pas vaki kur kjo rrëshqitje, kjo katastrofë. Edhe ato ditë qira këtu ishim faktikisht me kalamajt i qorim jashtë, me blektorie, se kemi dhe blektorie, jemi fshat. Ne ma blektorie rojmë. Po punin të ndorojmë me koka tonë dhe kalamajt tonë. Lajmëruam në emergjenca civile Librazhd, edhe shkuam, edhe erdhen edhe emergjenca civile këtu. Në regjistruar në emrat atje dhe në thanë që ordi, erdhen dhe këtu e panë reale vendin të ngjarjen këtu, bashkë me inspektorin e zonës. Edhe në thanë, në prunë që shta paradhanë si në gjini një shpi me qira, se bonasi do apim në bonasin. Me ku shkoj u sot, faktike. E para, s'ki ku shkojmë. E dy u kërkum qadër, ose u kërkum nga i gabin. Po që du qadër në gabin, s'ki që ose pak të një gabin. Për momentin një gabin, por se kjo është emergjencë, për momentin një gabin. Prap nuk rrugë zgjidhje gabin. Po, ore, për momentin një gabin, i thash, unë kërkova unë, një gabin, patën diku një vend atje ku kemi, që nuk lëviz vend toka. Kalojmë të dimër, kryesor, ja, kalojmë dimër. Pra, ju refuzoni të shkoni në qytet për shkak se keni blektorin? Po, në kemi blektorin, unë lopën nuk e marrë me zoti gazetar, nuk e marrë lopën ta qojmë pallat. O normale, as baktis, ku të qoj unë? Sigurisht që ne duhet një rrugëzgjidhje, një gabin, që jemi edhe afër blektorisë, edhe afër tokës. Se në ata ushqejmë, ku të shkojmë? Në tokat i patëm mjedhë gronë, na ushduk, njançat na ushdukën. Ne s'kemi pas ushqimore për baktit më tash. Okej, faleminderit. Dikush tjetër. Unë quhem Shajn Hoxha. Ju faleminderit që erdhët këtu. Unë jam vllai Besim Hoxhës. Qofse ka mundësi në më shteti, ju e shifni vetë tash, se si ashtu. Qofse ka mundësi, ta ndihmojmë shumë. Sipas jush, cila është shkaku i kësaj dukurie? Domethënë si e shihni ju? Shkaku tash ju e shifni vetë tash, se ashtu. Qofse ka mundësi tash, ta ndihmojmë. Ashtu. Okej. A dhe dikta tjetër? Kryetari i fshatit, edhe falenderoj që për pjesëmarrjen tuaj. Tash këtu si shpeshini, është një natyrë fatkeqësi natyrore, se që nuk s'kemi shëgojnë asnjë. Edhe të unë falenderoj edhe bashkinë, kryetarin e bashkisë, që me i herë mori masat që ta vëgoha njerëzit, nga aty edhe erdhen, atë kishtë urgjensisht. Edhe u dha urdhë që t'ikin nga shtëpia, urgjensisht edhe shtëpiat me qarat për momentin, normale, se na jemi bashkënim prapë me ata, që është shonjë stepet qytetarëve ose refuzim të banorëve për mos u evakuar. Këtë është të them se edhe me Olçi Ram si diskutuam me atë. Po njëri thotë që duam shumë shtëpi, njëri thotë s'duam. Dhe kjo është më në diskutim. Që si ta vlosin banorët edhe besoj që nga bashkia s'ka si lloj mungese. Se këtu është një vend që luan, vazhdon
me gjithë e fshatit për pjeta. Ka filluar dhe mund të vazhdojnë lartë, se në gjithë të pare ka me mësra lartë, po ta mund të vinë papat aty të i shohin nga afër, se ka nësi që unë e frene gjithë ata, bashkisë. Prej sa vitesh është ky fenomen në zonëve? Për momentin, kjo nuk ka barbaki kjo situatë, fatikisht. Se mi spatari fatikisht është qikë si problematik, po kjo situatë nuk ka barbaki. Edhe kjo është rrezikshme fatikisht për gjithë banorët, po shpresoj që çfarë të bëjmë? Nuk ka çfarë bën këtu, kjo nuk ka ndalur nga. Këta familjet e me këta thashën, këta... Ju e konsideroni të drejtë shqetësimin besoj të banorëve? Normale, gjithë janë të shqetësuar edhe gjithë. Edhe ju se dini se sa telefonat, sekond telefonatat, që dhe bëhet me ne, që dhe bëhet me ta, edhe unë përvarësi se shto, po ka pjon në dispozicion ka pjon telefonit të hapër, natën, ditën, edhe japi fa shpresë se unë s'ka që bëj. Po, i fa shpresë, për ikë unë kam vjetë shtete nga bashkia, nga vitoj bashkisë, për e se lëgocin më ramë që i ka ardhur më bëqe shumë i vërin, që jebi kuraje, po kuraje dhe i laj i grantim që tha, qatë dëshëroni, me shpi si thot këtë qatër, po qatër nuk është zgjidhje, po si ta diskutojmë me banorët, më them që do jeti rrugëzgjidhje me bashkinë. Falenderoj në gjithë. Ti je shqetësuar se gjithë banorët? Jo shqetësuar, po jashtëmose, që kemi një javë që flem në përlagje. Një javë kemi që flem në përlagje. Këtë jetë su flesh për nata, se dim që të bojmë, kemi frikë, mëram nga ora 2-3, në bëth, paron po shfare, se kemi frikë se na ikin natën. Që të bojmë, ha, ku të emi? Ku të emi, ku sërtohemi, ku të emi? Çfarë kërkoni? Po unë kërkoj një im nga shteti, se unë kam qunën, jo me darë me qunën, unë s'kam përfitoj ke qunën fare. S'kam që të bëjmë, nuk e di, se di që të bëjmë. Në atë ditë jemi borë verën, zëher, që të bëjmë halë, s'dim që të bëjmë. Sepse problemet janë shumë fishta, ka rishqitur toka, janë dëmtuar pejmët, Po, ne në ka ardhur i men, në ka ardhur sonde, në kështë ardhë plasa ke shpia sonde fare, plasarit ke dera fare. Qa presim o, ku të emi, ku të shkojmë, ku të strahomi? Në thanë ta qertë një dite, jo gjini shpi me qëra, po ku ta gjejmë, ku shta e shpi me qëra? Me certifikat, me sen, me kërkum, s'ka, step njëri. Se dimja të përrim në, mjekët në zonë në poshtë, s'kemi që të bojmë. Nuk e di. Nuk e di, jemi bom, mos as nuk kemi ku të emi, nuk kemi ku të emi. As në atë as dit nuk në zë gjume, as nuk kemi rahat, as të rrim, as nuk e dim, nuk e dim. Nuk e dim se çfarë do bojnë shtetin a nuk. Si është situata aktuale sipas Të shokët e shoferët të më bëjnë sesion, shokët jam 91 vjeç, nuk ka bërë një herë si këtë herë. Me betone për çka ke bën, me gjëra, me pritje, me sen, është Allahu Zotit, nuk bazoj me Zotin na. I mëne e dini vetë si qeveri, si parti, si zinë vetë hanë e popullit. Se populli s'ka ku shkon. Në cilat vite ka patur rrëshqitje kaq masive që rrezikojnë gjithë të blok banimi? Qënë konë kooperativës. Qënë në 7-8-79 ka lëvizje, po jo këtu, ka lëvizje më tonë, edhe për ta lërë, edhe përrejt, jo këtu. Që të he pare. Ate, deshti personë si popull fush gurës, popull s'gjoj. I trini me do. Pra është një nga zonat që rrezikohet nga kjo... Rrezikohet e gjithë komplet, den e të në kryet fare, den gjatë e lartë, si lagjen malit. Që gryk për pjetë e gjithë rrezikohet, komplet, e gjithë është ujë. Po është ujë qyteti këtu ka marrë ujë. Tu deli ujë qyteti gjithë, komplet. Ati rinë dhe qyteti pa marrë me tuba do, s'pa të rreth ujë, ne mishim me tuba, s'kishim ujë për tubat. Pse nuk e keni braktisur banesën duke qenë se rrëshqitja ka ardhur deri këtu? Pra do rrezikoni kokën për tokën? Po dihet, ku që e partitu? Jam e të shkoj mi ven. Po lopën ku të qoj? Litë ku të qoj? Mushë ku të qoj? Të qoj ata me qera atje? Shku ku të qoj? Jam batisu një heki men. Me të e më gjallë. A da marë mua ta 100.000 lekë që marë pension.